Vazhdojmë me pikën e 5 të renditës, shqyrtimi, propozim akredimit të dhënjën e përgjimit në raportin e punës dhe raportin financiar për vitin 2024 në instruksionin e sport dhe kultur fizike, qendra sportive Presheva në Preshevë. Hap diskutim për këtë pikë të renditës. Nuk ka për diskutim. Drejtora, do me mos jalim të shka... Ju përqeja, si përqeja? Si të me Ale, do të pikën e 5 renditës, kush është për? Nisë të për, kundër? Ska, absenim, ska, konstatoj se pika 5 të renditës, me 22 vota për një ato. Vazhdojmë me pikën e 6 të renditës, shqyrtimi propozim akredimit në dhënien e përgjimit të programin e punës dhe planin financiar për vitin 2025 të institucionit për sport dhe kultur fizike e qendra sportive Presheva në Preshevë. Hapi diskutim. Nuk ka përgjitër, ka votim pikën. Drejtor? Hajde, komisar. Përshëndetje, të gjithë, kujderona kryetare, kujderona kryetare të mujetit, ju shqiptarë të neshëm. është një knasi dhe një privilegj për mua si direktor të publikim raportet e punës se këtë puna në njësare e jonja, sot duhet me mu shprej dhe me diskutu. Unë më kësarë një që për një me qatë raport të punës 2024 e komanë mandatin në gërë në mujnë e 5, edhe realisht i bjenë 6-7 mujnë e këmbarë në dërë politik. Do në brita që po diskutojmë, kemi pas shumë punë të kemi bo, po ju s'ke dakord edhe ishë që unë më betët tash me vazhdu nga aty të sporti kemi filluar dhe më disa investime. Një investim të cilët është bërë dhe buj në për këto faqet e portalit dhe për faqet e Facebook të medjeve, ku na jemi kritiku se kemi vendos një teren që ka qenë me plastik dhe kemi vendos me bare rritë. Realisht këto, unë nuk e këmbo krye veti, po e këmbo duke marrë informacion nga njës profesionist, nga trener të cilët ushtrojnë me figurën posteritin në atletisë të futbollit. Kështu që duke i marrë vendimet e atyre, kemi marrë përfundim për shkak se ajo plastik të cila është e vendosur nuk i plotson standardet, duke i pasur parasysh se aty ka pas vendime të fëmijëve, tereni ka qenë papërshtatshëm, edhe kemi marrë konkretim edhe me këshillin drejtues, po edhe me komunën si investitor për me heka plastik se ka qenë jo funksional. Edhe besoj që ju bëni punë e mirë, për shohim edhe ju vetë të ri, gati tërë natën aty, tash edhe e kemi bërë një projekt vogël, që të mindrum edhe dritët, që driton me vazhdu edhe natën me lujt. Po unë këtu ku du një sen me shtjellu shumë interesant, edhe kjo së në mos është për me diskutu projektit të cilë në mina shtu në barin, një ka kështë 2.950.000 dinar, që i vjetë në 26.000 euro, 27.000 euro. Kurse një anomali shumë interesant është pushteti maheshëm, si a dini, ajo pjesa poshtë është nga zhvishtorit të poshtë, kam bërë një investim ata, ku realisht e kam bërë një stad të volejbollit, dimensioni është 20 me 10, dhe 204 orë, ju në vendos 2 shtyllat betonit, ju në vendos 2 stubat betonit, për me lypin bank që këta profesionistët e din që lypin banki beton është e parë mundur, s'ka kërë një rezonancë e me lypin banki mullit në beton. Edhe të më përmë është një investim shumë i gëllë. Sa për sjarim, unë du me sjaru për shumë është dyshemeja plastikët volejbollit ka kështu t'i gëmë 1.700.000 dinar. Duke qenë se unë aty e komboni një matematik, dhe më bjetën 4 orë është 20 euro. Por e logarit 204 orë ka 20 euro, bjetën 4.000 euro me kështu që e plastikë. Shtyllët edhe mreshat volejbollit, dykon mund me kushtu 500 euro. Tavulinat tim pongi, kështu që i cirka 374.000 dinar.
Në vetë 378 milion i ka ndodhur 2 tavolina të betonit të pashfrytzuara. 4 vite, 4 minuta nuk u shfrytzuan ato. Në pushtetin e këtij 4 minuta nuk u shfrytzuan. I kanë ble figurat shari, ata janë për qenë, se për prit. Ai ka stimuar shumë në qenë. As 1 minutë nuk u shfrytzuan. Hiç. Total lera e qësaj në por 2.938.000 dinar me të vëshë 3.500.000. Tash mene një paralel. E remi që kena bërë na me 2.900.000 edhe këta me 3.500.000 edhe dini në teren këshirë se çfarë investimu. Kjo ka qenë një katastrofë e madhe. Edhe një sanë që ku du me shqipë te investimet e stadioni madhe. Realisht, kur të ndërtojsh diçka, ai ndërtuesi apo ai projektuesi pyet çfarë do të bëj. Edhe ti realisht, unë po du me ndesh një stadion, edhe du me çdo dimension. Para mendo ti këta ka bërë projekt stadionit 50 metra gjerësi me 90 metra gjatësi. As një standard nuk ekziston. Po ai po kryej siç është të bëj, kur e ka bërë që ka bërë gabimin, e ka rritur 5 metra, po prapë nuk i ekziston kushte. Që realisht tereni i kufizuar i stadionit të madh ka më bë 55 me 90 metra, që është ndër minimumi ligjor nëse të lejon të ndërtojë stadion. Nuk ka lidhje. Edhe çka është problemi? Ky investim i stadionit është diku 450 mijë. Edhe nuk kryet punë se krejt anësh ato përdhotet e keni pa. Nuk kryet me çat investim që ka bërë herën e parë, 450 mijë. Domthonë nuk i plotson kushtet. Aty duhet edhe një projekt tjetër në botë, por nuk përfunduar të rinj. Kështu që këta njerëz s'ka dijes. Do në visar, vetëm në mund shosh një, dhe që unë e të ndihmon. Performacionistë nuk e punë. Por të sporti mund me. Edhe nëse do të bëj. Kur ki diçka me postu për qendër sportive, drejtor me emër besime në sudë, mos e përmend pushtetin. Se ky pushtet ka qenë drejtor profesionist. Mos të gjyko pushtetin, se unë e vetë në atë institucion. Unë e bëj projekte, unë e bëj aktivitet. Dhe mos përmendo të pushtetin. Pushtetin ma ka vënë votën, me 25 votave, dhe unë e me në që vërë. Kështu që më përgjësi, që këta unë e po të një thonë, nëse ju do një të shka me vetë, apo të planifikimin a pipi tash më përfundu edhe tereni i madhëve në rritë aktivitetet. I kemi të këmë tipë në bosha të shkollëve, kemi në rritë dhe hella ma shumë. Një rritë dhe aktivitetet tjera, me shkollët kemi të këmë të punu shumë mirë, i kemi 16 aktivitetet, tash edhe tereni i mas në mundë, se ishkim dhe disa aktivitetet tjera, që nëse që kemi me edhe në sukses. Faleminderit doktor, për të diskutuar disa probleme. Atëherë që më përmend emri, dola në anketë e dim këto çfarë aktivitete bëjmë edhe sa jemi kontributit sportit. Edhe dim sa ki ndikim të si drejtor në atë institucion, sigur çdo drejtor. Çështja e terenit të fushës të futbollit të vogël. Në asnjë sqarim s'ki dalë publik me sqaru arsyet se për çka po bëhet ndrrimi i terenit sportiv. Ndrrimi i terenit sportiv është po me standarde më të larta duke e shtu edhe terenin e basketbollit edhe terenin e futbollit. Por çudi te tereni i basketbollit, që është e njëjti material, është parket i plastifikuar. Lun që 5 vjet lun aty, asnjë problem, ti më shponi person asnjë pasin. Unë që aty jom, asnjë person nuk e lën lun. Edhe te fusha e sportit, te futbollit vogël, tu e di që është duke u bë tereni sportiv stadionit madh me bare artificiale. U kon e pa kuptimshme në gjithë me bo një tjetër teren të futbollit vogël me bare artificiale. Ti e cek e fëmija, në gjithë respektin edhe kontributin për fëmi, nëse është qaj teren vetëm për fëmi, atër okej. Unë e shadi, historikisht aj teren është shpenzu për turner,
edhe për mosha madhore. Mi po s'ka të keqe, mu shvizu edhe për moshat e vogla. Kështu që unë nuk e di deri tash klubi i futsallit lindorët që aty kanë majtër treningjet. Nuk e di unë ata tash ku i majnë treningjet mundjes callave. Kështu që kjo ndrimi terenit në heshtje, ti mund është të me dalë, me u krenu, asë një sqarim nuk i dalë me dhonën pse po ndrohet. Edhe nuk e di unë çfarë eksperta të sportit, çfarë sportista kanë dalën edhe kanë dhonën në sqarim ose kanë konstatuar që çaj të nuk bën. Faleminderit. Faleminderit. Unë duhet të drejtoj ti që ai. Kur e ku marrë vendimin me ndruar teren, unë nuk u marrë vendimin thash për njerëzve profesionistë. Në një shkollën e futbollit të Lëndinës, të cilën punoj me fëmijë, ata mu çdo ditë kritikën për mua. Është e pamundur me shfrytzuar atë. Domthonë tereni një shi i vogël u bën i rrëshqitur. Ju jeni dëshmitarë edhe Tulinë Musa, aty që na vjen pi ekipit të Kosovës. Ata shumica e njerëzve nuk po na vjen veç se për shkak të terenit po është i rrëshqitur. Domthonë ajo është plastik e ricikluar në cilën nuk i beson kushtet. Edhe nisem ku do të thotë. Tereni me varë elektrike, mund me shfrytzuar edhe shkolla e futbollit, edhe Tulinë Musa, edhe futsalli dhe gjitha mund me shfrytzuar. Sa është teren me dimensione standarde, 24 domethënë nuk luan, ajo mund të zhvillojë lojë e futsallit pa problem. Edhe ti mora çelë në nash apo botë ti çet me bavë. Dilina. Hadi dalë mash shef apo. 50.000 aty lojë futboll. Mos pak real me folë, ajo është pas. E përmend hallën sportit. Ti e çky, që 2021 nasi pushtet e kemi marrë vendimin me boni korrekt për hallën sportit. A di çka ke bën? Kish taku mu edhe kish ku shpirë projektuese e ekipit që i thonë ndale projektin e hallës sportit. E falenderoj shumë qeverinë e Kosovës të cilën e ka marrë në dëshmëri 2.5 milionera me investuar hallën sportit. Tekën në projekt. Ti ai që i ke shku i thosh shtëpisë botuese ndaj projektit se nuk i vjen më të natë. Tash çka ke bën? Kosh kontrapakit, ku keni bol, çi do të më bëni pak. Ai vjen të koshti ditë punë edhe është në rrugë për hallën sportit. E keni uzurpuar, e keni ndalë, na keni ndalë vogël. Na keni ndalë mundësitë të tona për me investuar në sport. Unë kemi bërë gabim. Nuk e desh persona plan për të parë. Parti kryen të çish me të punon të sekret atje. Tonë më ka këndë. I bo gabim trashani. Ç'kjo është që thonë ata? Faleminderit. Ku do të bëjmë kësa punë? Drejta. U do me po, sa ne bojmë. Ko e kryer, Ku me krysh hallës sportit? Për 4 vjetë unë e krysh hallës sportit. Unë po vëndërës për 2 sende Jakom Zili. E para është se në radhët e tyre që na si kemi, ka shumë që kuza. Edhe bojmë me keshin. E dyta, ka akademik. Akademik që janë në për institucionet larta, që kanë kry shkolla në për fakultete me renome, si që është ai Qaqakit me Seli Leran dhe ai Pepit me Seli stacion e Kurodor. Po dalë të tema. Çështja e terenit të rrëshqitshëm. Nuk e di une a ka ndonjë teren që nuk rrëshqet kur të ka shi, edhe kur bie shi. I njëjti teren unë e ceka, i njëjti teren është tereni basketbollit, i njëjti ka qenën edhe te futbollit. Kështu që është arsyetimi më banal që mund të më qenë kjo tereni është rrëshqitshëm. E pse kanë propozuar disa pseudo sportista, ajo tjetër mesën Drejto, po i luginën edhe shkollën e futbollit. Përmendja, Për diskutim pak atje, edhe votim pikën e 6 të ditës, kush është për? Për, kundër? Ska, abstenim? Ska. Konstatoj se pika 6 të ditës, ministër për vota për miratorë.
Qose jeni të dakord, mund të bëjmë pauzë gjysore ose vetës. 30 minuta pauzë.